Tre kongresmen amerikani kanë dorëzuar dhomës së përfaqësuesve një propozim rezolut për rikonfirmimin e partneritetit të ngushtë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Kosovës. Dorëzimi i kësaj propozim rezolute është bërë me 4 gusht. Në pikën e parë të kësaj rezolute thuhet se Shtetet e Bashkuara mbeten partneri i ngushtë i Republikës Kosovës dhe Republika e Kosovës mbetet një partner i ngushtë i Shteteve të Bashkuara. Derisa në pikën 2 thuhet se duhet të mbetet politike e Shteteve të Bashkuara që të promovojë njohjen e Republikës Kosovës si shtet sovran i pavarur, demokratik, multietnik brenda kufive të saj të njohur. Në tekstin e rezolutës listohen si fakte që duhet të merren parasysh, duhen përmendur interesi kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqe e siguri në Ballkanin Perëndimor dhe integrimin sa më të madh të rajonit në komunitetin euroatlantik, shkruan Express. Gjithashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës me 18 shkurt të 2008-s dhe se është zotuar të vazhdojë të jetë miku dhe partneri më i ngushtë.